Ne profesorë përmendëm që ju flisni shumë gjuhë, të cilat i keni studiuar, i keni mësuar mjaft mirë. Ne gjithashtu dim se nga këtë gjuhë keni përkthyer edhe shumë libra. Desha të di çfarë lloj librash keni përkthyer? Unë edhe derisa isha në studimet e magjistraturës në Shkup, pastaj kuptohet edhe mbrojta edhe disertacionin, pra kreva studimet e doktoraturës, po ashtu në Institutin për Ullumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike. Për shembull, kur u hap Universiteti i Evropës Juglindore, ishte një dekan francez i drejtimit i programit studimor komunikim. Dhe me qenë se njeriu kur punon në kryeqytet, edhe unë kisha, po mendoj, kontakte, sepse në punën time kisha korrespondencë të rregullt me shkrim, me telefon, me takime, me ambasadat e huaja në Shkup, me sekretariatet e asambleve parlamentare ndërkombëtare jashtë shtetit, edhe kuptohet njeriu vendos lidhje, krijon marrëdhënie. Dhe kjo ishte një mundësi që një ditë paraqitet ky dekani francez, sepse kishin dekan nga jashtë shtetit vinin atëherë në fakultetet e Universitetit të Evropës Juglindore, edhe më thot për studentët e studimeve master të komunikimit, a ke mundësi, kemi dëgjuar kështu se i flet gjuhët bukur, që të përkthesh. Edhe unë fillova përkthimet shkencore me disa autorë të lingvistikës, siç janë Ferdinand Saussure, siç janë Martinet, Chomsky, lingvistikës amerikane, e disa autorë tjerë gjerman. Pastaj kam përkthyer librin e një profesori të Universitetit Sorbonës, Paris, e drejta ndërkombëtare publike, gjithashtu për studentët e studimeve master në Evropën Juglindore. Pastaj edhe literaturë tjetër, Izet Begoviqin për shembull e kam përkthyer nga bosnjakishtja në shqip, sepse gjenerata ime flasim serbishtën, serbo-kroatishtë, si quhej në atë periudhë, edhe bosnjakishtja kuptohet se është një e ngjashme me këto gjuhë, pra gjuhët slave që fliteshin në ish Jugosllavi, dhe e përktheva dhe kishte një vlerësim shumë të lartë, se e kam ofruar të lexuesit shqiptar sikur autori të jetë shqiptar, pra u bëra përpjekje maksimale që me të vërtet përkthimi të jetë i mirë, siç i kemi ato, një paralele të tërheqi për Fan Nolin, ka qenë thuhet se përkthyesh jashtëzakonshëm, edhe ai lexuesi shqiptar ja ka bërë të mundur që ta kuptojë Miguel de Cervantesin, e Shakespearein, e tjera, me Sancho Pançon, e tjera, me Othello në librat e Shakespearit. Aq bukur i ka përkthyer se njeriu mendon se ato i ka shkruar një autor shqiptar, e jo një autor i huaj. Pastaj kuptohet kam botuar edhe shumë punime shkencore në frëngjisht, anglisht, shqip, maqedonisht, në revistat brenda në Maqedoni dhe jashtë Maqedonisë, lidhur me këtë lami, sepse atë nuk e përmenda magjistraturën klasik që e kreva unë këtu në Shkup, ka të bëjë me globalizimin anglosakson, ndërsa disertacioni pra doktoratura ka të bëjë me politikën e jashtme evropiane dhe lindjes së mesme, pra është marrëdhënie ndërkombëtare politike lëmia, nëse më në detaje duhet të përmendet. Po, me që jemi këto në më detaje? Isha të di më shumë për zhvillimin tuaj akademik. Pastaj unë botova dhe librin raporti i mondializimit frankofon me globalizimin anglosakson, i cili njerëz fillim u botua në maqedonisht, sepse ishte i shkruar, ishte tema ime magjistraturë për cilën 2 vjet kisha punuar. Tash jam duke përgatitur këtë një libër lidhur edhe me globalizimin anglosakson dhe me politikën e jashtme dhe politikën e fuqive të mëdha në lindjen e mesme. Besoj që do të jetë, por është një libër mjaft voluminoz, i cili ka
nevojitet kohë që përgatitet derisa të vinë në botim, por shpresoj që së shpejti do të kenë mundësi lexuesit ta kenë këtë libër.